E dëshmitara ka pas edhe tjera veç familjar tyne? Dëshmitarët nuk më kujtohet tash a janë kanë krejt familjar apo ka pas edhe tjerë. Kryeprokurori i Gjilanit Arben Kadriu nuk ka pranuar në asnjë situatë intervistohet apo të kthejë email për të adresuar pretendimet për varësin e tij. Para kamerës në këtë rast ka refuzuar të paraqitet edhe protagonisti prokurori Adnan Hajdari. Ai është përgjigjur në telefon shkurtimisht duke na referuar t'i dërgojmë pyetje në email. Përshëndetje prokuror. Përshëndetje. Jam Behar Mustafa, po thras prej Kallxopikon. Dashta me të pyet në lidhje me një rast, ju e pas kit mbyll, po i kena pranu disa pretendime që dashtë me i sqaru me juve, për një rast nëse të kujtohet, janë arrestu 6 persona për 33 kilogramari, argjentar në Gjilan. Edhe paka shumë që na interesoj është për dëshmitarët kush janë konë ti rasti, çfarë hetimesh janë marrë edhe qysh ka ardhur deri te mbyllja e rastit. Po aty janë një sër veprime shumë ta, po kështu me ju mundi më drejtu syrët për informim edhe kështu në mënyrë kronologjike detajume japin se tash në përmes telefonit sfomuj edhe me ta me elaboru me t'i dhona ato sqarime. Okej. Se qysh i kena vlerësu provat një nga një. E dëshmitara ka pas edhe tjera veç familjar tyne? Dëshmitarët nuk më kujtohet tash a janë kanë krejt familjar apo ka pas edhe tjerë. Veprime kundërmarrë, gjitha veprimet e kundërmarrë aty, domethënë nuk ka pas furgjo prej prokurisë që kena lënë pa ndërmarrë. A bën nderu me armë të intervistuna, më u taku me juve, me na i tregu nëse veç edhe na i don me na i tregu çdo prova të cilat janë kanë për shkak me i mshel çdo dyshime që të cilat janë. Po tash ju është mirë më drejtu zyrës të prokurisë, pastaj na në koordinim me kryeprokurorin dalmi ose unë ose qysh do që vendosin, se e kem domethënë një farë. Po ja u dërgoj një email prone edhe masa ne i mbesim kontakt. Për ta kuptuar në esencë shikues të nderuar, këtë dosje duhet të lexohet edhe kallëzimi penal, por edhe aktvendimi për mbylljen e hetimeve. Plani për të zhvilluar hetimet sipas kallëzimit penal ishte nisur me 13 maj 2024, ku në një takim diskret policia dhe dogana dakordohen për operacionin special në Gjilan. Mbledhja e informacione fillon me njëherë pas këtij takimi. Edhe 5 ditë më vonë konfirmohen autorizimet policore dhe me konsultim paraprak me prokurorin Yusuf Sadiku dhe kryeprokurorin Arben Kadriu, zyrtarët policor dorëzojnë raportin informues në prokurorinë e Gjilanit. Dakordimi pas këtij raportimi është që për të siguruar prova, me datën 1 qershor të zhvillohet një operacion i gjerë kontrolli. Tërheqja e parë taktike nis një ditë para operacionit. Hetuesit flasin në telefon me prokurorin Yusuf Sadiku, por i njëjti sugjeron që për planin operativ të kontrollit të njoftohet dhe të konsultohet prokurori kujdestar. Tërheqja e prokurorit Sadiku nga rasti nuk është sqaruar në detaje as nga prokurori Sadiku. Përshëndetje prokuror. Përshëndetje. Jam Behar Mustafa, po thras prej Kallxopikon. Dashta me të pyet për një rast ko ka pak ma i vjetër, po e pash që në kallëzim penal po thotë që ju keni qenë të njoftuar për këtë punë, ju dhe kryeprokurori i Gjilanit. Bëhet fjalë për rastin e Arit. Jam duke ime një seancë, fjallën për mëndimtare, po më shtras bëjë voluminos, çka ki nevojë drejtojo me shkrim edhe prokuroria ka të zëvendësën edhe t'i kthen përgjigjet. Se jam të hiveq, jem shërtim gjyqësor të hitashte. Ama po i nderumi kum qu, po s'm kanë kthy kur farë përgjigje në raport me qëto. Këshira, jam ata zyrtar kompetent prokurorisë. Ama po përmerr atë në ju t'i nderum, këtu po thotë që ju i keni autorizu për mi marrë çdo veprime në fillim. Me shkrim, merë përgjigje edhe vazhdo më tutje që kaq. Tjetërën nuk di shka më tonë se jem të hinë shërtim gjyqësor. Pa prokurorin me të cilën ishin ndarë informacionet fillestare, kontrollet nisin një ditë me vonë. Rreth mesditës së datës 1 qershor, nga Prishtina drejt Gjilanit, nisën së bashku njësia antikontrabande doganës së Kosovës dhe hetuesit e drejtorisë kundër krimeve ekonomike të policisë. Ata kontrollojnë 7 lokacione në Gjilan. Në 6 prej tyre gjejnë ari dhe paratë të padeklaruara.
Zotri Azemi, po flasim për majin ose qershorin e vitit 2024, ju e keni filluar një hetim rreth disa pretendime për mall të kontrabanduar apo edhe tregti të ndaluar në Gjilan, rreth disa argjendarive. A mundesh më na tregu për çka konkretisht bëhet fjalë? Faleminderit. Nëse më kujtohet drejt në atë kohë, rasti është nisur nga një informatë anonime, ku një qytetar i është drejtuar doganës së Kosovës dhe policisë së Kosovës me një informat për prezencën e mallit të kontrabanduar, si dhe mundësinë e involvimit të zyrtarëve doganor dhe policor në facilitimin dhe lehtësimin e asaj pune dhe tregtinë e paligjshme nga ato kompani, nga ato agjentari. Pas pranimit të kësaj informate, ne jemi koordinuar së bashku me policinë, drejtorinë e hetimeve kundër krimit ekonomik dhe korrupsionit, konkretisht sektori për hetimin e korrupsionit, dhe kemi kryer një kontroll. Gjatë kësaj kontrolle, në disa lokacione, nuk më kujtohet sakt numri i argjentarive që janë kontrolluar, mirë po është gjetur një sasi e konsiderueshme e arit, e cila ka qenë pa dokumentacion përcjellës. Pa dokumentacion i cili tregon se ato mallra janë të importuara, zhdoganuara apo blerë në brendim me ndonjë kupon fiskal që argumenton se janë shitur nga një biznes legjitim. Ekipet elite nga Prishtina kishin informacione se në Gjilan operacioni mund të kompromentohej. Operacioni me hetuesit e doganës nga qendra rezulton me gjetje të mëdha. Plot 33 kg ari zbulohen në sirtaret e artarëve. Për mallrat nuk ka dokumentacion për përjardhjen. E gjithë sasia ka një vlerë prej 2.5 milion euro dhe sekuestrohet nga ekipi hetimor. 6 persona arrestohen e me pas mbahen në arrest shtëpiak si të dyshuar për tërë këtë sasi. Në ndërkohë, hetimet duhet të zhvillohen tutje, si shkruhet në shkresën e policisë, hetuesit në disa raste paraqiten tek prokurori Adnan Hajdari për t'i kërkuar udhëzime dhe autorizime për të siguruar prova për të dokumentuar fajsinë. Por në zyrën e prokurorit Hajdari nuk lëshohen këto autorizime. Prokurori vendos që vetë të zhvilloj hetime për prejardhjen e arit. Çka ndodh brenda prokurorisë dokumentohet në vendimin përfundimtar për përfundimin e hetimeve. Sipas të njëjtit, artarët arrin të dalin paq nga hetimi, duke pretenduar se ari ishte i familjeve të tyre, të cilët e kishin deponuar në sirtaret e dyqaneve të arit për arsye sigurie. Për të argumentuar këtë pretendim, artarët sollën në prokurori gratë, vajzat e fëmijët e tyre, që i thanë prokurorit që ari i pa deklaruar dhe pa dokumentacion ishte i tyre. Të gjitha këto deklarata u morën të mirëqena, ndërsa hetuesit special e financiar nuk u përfshin për të tentuar të vërtetojnë të kundërtën. Të paktën kështu shkruhet në notën e protestës së policisë për sjelljen e prokurorit Hajdari. Prokurori Hajdari në emailin e tij me shkrim ka thënë se ishte policia dhe dogana ajo që nuk solli prova të mjaftueshme. Sa i përket faktit se sasia e arit është gjetur e ruajtur në kasaforta brenda lokaleve, është vërtetuar se ari ndodhet në kasaforta të posaçme sigurie. Sipas deklarimeve të pandehurve, jo e gjithë sasia e arit ekspozohet për shitje për arsye sigurie, ndërsa një pjesë e tij pretendohet të ketë qenë pronë personale e familjarëve, e ruajtur në ambientet e lokaleve për shkak të rrezikut nga vjedhjet. Fillimisht pretendimet e të pandehurve nuk janë marrë për bazë. Megjithatë, gjatë hetimeve përveç proces verbaleve të kontrollit dhe sekuestrimit të përpiluar nga policia dhe dogana, të cilat kanë qenë provat e vetme të bashkangjitura kallëzimit penal, nuk është paraqitur asnjë provë tjetër mbështetëse. Po ashtu, gjatë fazës hetimore nuk është arritur të sigurohen prova shtesë bindëse që do të përmbushin standardin e dyshimit të bazuar mirë për veprën penale të pretenduar. Pra sipas prokurorit, policia dhe dogana nuk kishin sjellur mjaftueshëm prova mbështetëse. Kemi kërkuar nga prokurori që të na ofrojë të dhëna, se cilat prova të policisë mungojnë, por ai nuk ka dhënë asnjë përgjigje. Në proces për të mbyllur hetimin special të policisë, prokurori ka vendosur të intervistojë dhe t'u afal besimin deklaratave të familjarëve të biznesmenëve. Këta dëshmitarë që të nderuar nuk u propozuan nga policia, por nga biznesmenët e arit. Dëshmitarët e propozuar dhe të dëgjuar kanë qenë kryesisht familjar, por edhe personat e tjerë jo familjar, të cilët kanë deklaruar se një pjesë e arit të sekuestruar ishte pronë e tyre personale, e ruajtur në kasafortet e lokaleve për arsye sigurie, duke përmendur edhe raste konkrete të vjedhjeve në banesat e tyre. Prokurori i shtetit duke vlerësuar secilën provë individualisht dhe në tërësi, pas krahasimit të tyre me provat materiale dhe në mungesë të provave kundër argumentuese, që do të vërtetonin të kundërtën e pretendimeve të paraqitura, këtyre dëshmive u është dhënë besueshmëri.
Kemi kërkuar sqarime e përgjigje edhe nga prokurori Yusuf Sadiku, por asaj nuk ka kthyer përgjigje. Nëpërmjet emailit, përgjigje vetëm një herë ka kthyer prokurori i rastit Adnan Hajdari. Prokurori Hajdari, i cili sipas ligjit është udhëheqës i hetimeve, po pretendon se policia dhe dogana nuk kanë siguruar prova të mjaftueshme që kishin me argumentu kryerjen e veprës penale. Ne këtu e kemi pyetur prap prokurorin Hajdari të na dëshmoj se sa herë ka kërkuar nga policia dhe dogana që me sjell prova apo dëshmi të reja, por i njëjti nuk ka kthyer përgjigje. E për familjarët e të dyshuarve që ishin dëshmitar, kjo është përgjigje e tij. Prokurori i shtetit ka ndërmarrë gjithashtu veprime hetimore në bashkëpunim me policinë dhe doganën për të verifikuar nëse ekzistojnë elemente të ndonjë vepre tjetër penale, përfshirë kontrabandimin e madrave apo shmangja nga pagesa e tarifave doganore ose akcizës. Megjithatë, nuk janë gjetur prova që do të dëshmonin përmbushjen e elementeve të këtyre veprave penale, duke pasur parasysh se provat e paraqitura janë vlerësuar si të besueshme dhe në mungesë të provave të tjera që do të argumentonin të kundërtën. Prokurori i shtetit ka vlerësuar se ngritja e akt akuzës mbi bazën e supozimeve dhe pa prova të mjaftueshme nuk do të ishte veprim i ligjshëm dhe profesional. Policia e Kosovës, e cila kishte ndërtuar ekip special për të hetuar rastin, në një email zyrtar i ka konfirmuar ekipit tonë se kanë një dozë të pakënaqësisë me veprimet e prokurorit në këtë rast. Në vazhdim të angazhimit ton, me datë 31 korrik 2024 dhe 5 shtator 2024, kemi zhvilluar takim konsultativ me prokurorin e Lëndës. Me që rast, kemi paraqitur kërkesa për autorizime shtesë nga prokurori i çështjes, me qëllim të thellimit të hetimeve dhe sigurimit të provave plotësuese, në bashkëpunim edhe me doganat e Kosovës dhe ATK-n. Megjithatë, për këto kërkesa nuk janë dhënë autorizime shtesë nga ana e prokurorisë. Me datë 25 maj 2025, kemi pranuar njoftim nga prokurori i prokurorisë në Gjilan për pushim të hetimeve i datës 20 maj 2025. Me datë 27 qershor 2025, e kemi pranuar urdhërecën për kthimin e dëshmive të sekuestruara, me që të gjitha dëshmit u janë kthyer paleve sipas urdhërecës dhe me datë 24 korrik 2025, me akt përcjellës është njoftuar prokurori i rastit për zbatimin e urdhërecës në fjalë.